e 5 me vendin e fundit, i cili këtë javë surprizon ndjekësit sepse ai që për javë ka rrëmbyer fronin e parë të kësaj rubrike ndodhet në vendin e fundit. E kanë fjalën për fituesen e Big Brother VIP Albania 4, Gjesti, i cili një javë më parë numëronte 610.000 ndjekës dhe tashmë është në shifrat 608.000. Kingi i këtij Big Brotheri ka humbur 2.000 ndjekës. Na vjen keq Gjesti, po kur të vjen e keq, thot populli, hapi derën. Loredana Brati ish banorja e Big Brother VIP Albania 4, numëronte 162.000 ndjekës një javë më parë dhe tashmë është në shifrat 161.000. Nuk e dim çfarë ka ndodhur me Loredanën, por dhe ajo ka humbur gjithashtu 1.000 ndjekës. Ndodhet Gerta Gixhari, e cila është në vend numero nga 120.000 që ishte një javë më parë, është po në shifrat 120.000 ndjekës. Gerta ka qëndruar në vend, nuk e di çfarë bëjnë këto yje kështu me jetën e vet instagrameske, as rriten as ulen. Rozana Radi, një javë më parë ish finaliste e Big Brother VIP, numëronte 473.000 ndjekës dhe tani është po në shifrat 473.000. Edhe për Rozana Radin jemi në situatën në vend numero. Edhe ajo ka qëndruar në vend numero duke mos humbur e duke mos Egli Tako. Egli Tako ishte në shifrat 365.000 ndjekës një javë më parë, ndërsa tashmë numëron 368.000. Egli Tako është vetëm një personazh e banore e këtij Big Brother, ish banore Big Brother VIP Albania 4, e cila ka fituar ndjekës të javë dhe ka fituar jo pak, por plot 3.000 ndjekës. Kështu që urime Egli Tako, ke fituar një tiramisu, mund të vish të tërheqësh pranë zyrave tona tek Arena Center.